Ndërsa kronika e fundit për sot na çon në një pjesë tjetër të vendit, në Podujev. Në fshatin Lupçi i Epërm, familja Mengjiçi ka ndërtuar një biznes bujqësor të suksesshëm, duke u përqendruar kryesisht në kultivimin e frutave të emta. Një nga produktet e tyre kryesore është mjedra, të cilën kultivojnë me shumë kujdes dhe pasion. Në mëngjesin e hershëm, kur dielli sapo ka filluar të ngrohtë tokën, në arat e Lupçit të Epërm dëgjohet zhurma e lehtë e punës. Familja Mengjiçi, e njohur për kultivimin e frutave të emta, nis ditën mes rreshtave të mjedrës, duke kontrolluar bimët dhe kujdesur me përkushtim. Aroma e freskët e mjedrës përhapet në ajër, duke e bërë çdo hap në këtë parcel një përjetim të veçantë. Kultivimi i mjedrës, një frut i emtë por i çmuar, ka marrë vend të rëndësishëm në jetën e shumë fermerëve, duke u bërë burim i të ardhurash dhe shpresë për të ardhmen. Për familjen Mengjiçi, mjedra nuk është vetëm një kulturë bujqësore, por është pjesë e jetës së tyre së përditshme. Çdo sezon është një sfidë me vete, nga përgatitja e tokës, tek kujdesi pa ndërprerë dhe deri tek momenti më i bukur, vjelja e frutave të kuqe të ëmbla. Djali më i ri i kësaj familje ka zgjedhur të jetë pranë tokës, ku tregon me krenari se dashuria për bujqësinë nuk ka moshë. E unë kam kënaqësinë që intervistën dhe realizoj me djalin e tij, Butrintin, që e kam pranë vetës, me cilën të flasim për punën dhe tash sezonën e vjeljes së mjedrës. Faleminderit shumë për mikpritjen. Faleminderit edhe juve. Është kënaqësi me realizu një intervistë bashku, për shkak që jemi 2-3, edhe besoj që do e promovojmë bujqësinë në mënyrën më të mirë, që në njëjtën kohë mu zhvillu bujqësia. Edhe pse në kohën e tashme, shumë të ri nuk është që e dojnë shumë bujqësinë. A mendon kështu edhe ti, Butrind? Është e vërtetë që shumë pakën që po merren me bujqësi. Merren me bujqësi. Po ti? Ti e dan? Po, në normal. Edhe vazhdoj këtë punë kështu. Po. Atëherë, Butrind, tregom që sa vite merrni kështu me bujqësi, besoj ti prej vogël e ke pa nështa babin edhe hapat e tij se qysh ka fillu mu marrë me mjedër, edhe do të thonë që keni vazhdu të e rritë sipërfaqen, se besoj në fillim keni vazhdu me një sipërfaqe më të vogël. Na po sipërfaqen dikon 50 orën kom. Po. Tash e kena rritë, e kena bo 3 hektar. Pi 2015 na kultivu së mjedrës. Po. Edhe vazhdojna me kultivu. Po, tash në këtë sezonën e vjeljes, besoj puna lyp shumë angazhim të madh dhe nështë edhe fuqi punëtore. Ka fillu mirë sezona? Mendon që vjelja ka rendiment të mirë si vjet? Po, rendimenti është i mirë, fruti është i mirë, qysh peshenja dhe vetë. Çfarë lloj mjedra është? Na trego pak, Butrind. Kjo është lloj mapem, holandeze. Çka ka të veçantë nështë ky lloj prej llojeve të tjera? A është nështë më i përshtatshëm për këtë tokë, apo si keni bu nështë ato analizat e tokës, jo për me e kuptu që është i mirë? Është fruti pak më i qindrueshëm. Sa herë në ditje ju jetni? E keni sistemin pik-pik? E kena sistemin pik-pik, këtu ujitjen e kam vetëm mbrëmje, se ditën nuk është e mirë. Po kur të merë edhe thotë shumë, ja vëlqojnë edhe ditën. Po e shoh që i keni edhe në sera. Po, edhe në sera. Cila është arsyeja që i mbani në sera? Për serë është viti i parë, serën e kena bo vetë financim, tash e kena fitu grandin, vina 50 orë i serë. A është nështë ma mirë me mbajt në serë, kështu, në hapësirë të mbyllur, apo jashtë? Pak ma mirë është në serë se jep rendiment ma shumë. Po. Edhe kualiteti është pak ma i lartë. Po. Janë fitimet e mira, Butrind? Fitimet Sa shkon çmimit te mjedra, edhe nështë prej viteve të mëhershme? Qysh e mban mante? Ka qenë ma ndryshe atëherë? Atëherë
fitimet janë kom pak më të vogla se çmimi kom më i vogël. Nështë edhe se kanë ditë rëndësinë e mjedrës. Nuk u ditë rëndësia e mjedrës. Ta është mirë, pikat gumbullu se 3,5, 4. Historia e tij është dëshmi se gjeneratat e reja po gjejnë vetën në bujqësi, duke e parë jo vetëm si një traditë familjare, por edhe si një të ardhme të sigurt e me perspektivë.